1 kilogram domate në Tiranë shitet sot nga 250 deri në 350 lekë. Nëse flasim për domatet qershi, të cilat mendojnë se pranojnë më pak pesticide, çmimi varion nga 650 deri në 750 lekë. Po pse kaq shtrenjtë? Sigurisht që këto çmime nuk janë vetëm rastësi. Prodhimi vendas bujqësor po kalon nga periudhat më të vështira. Sipas Instatit, vetëm në janar dhe shkurt, eksportet ranë ndjeshëm në Shqipëri, ndërsa importet u rritën me ritme shumë të larta. Por pse ndodh kjo? Në këtë periudhë të vitit, prodhimet bujqësore varet vetëm nga serat, por përmbytjet që ndodhen në Myzeqe dhe në Shkodër disa muaj më parë duket se ka lënë pas dëme të mëdha edhe në këtë drejtim. Rezultati, më pak prodhim vendas, më shumë importe dhe çmime më të larta për konsumatorin shqiptar. Përveç alarmit për sigurinë ushqimore, e cila është një sfidë në vetvete për Shqipërinë, por është edhe një pyetje që i bëjmë vetes tonë çdo ditë teksa ulemi në tavolinë. Çfarë po ham? A janë të sigurta, përveç se janë të shtrenjta? Ndërkohë bujqësia po përballet edhe me një tjetër problem madhor. Tokat janë bjerë, rinia është larguar dhe fshatrat janë të braktisur. Pra, kush do të prodhojë? E gjitha kjo nuk tregon vetëm një realitet çmimesh që përëndon xhepat e konsumatorëve shqiptar në të përditshmen e tyre, por është edhe një sinjal për ekonominë.